besoj se pata në reagim të paktën në eksperiencën time si trajner, nuk besoj se kam pas një reagim të pamerituar. Gjithatë do shohim nesër se si mund të analizojmë gatimet. Do me gjithë rastin me falenderu publikut tonë, ishte një publik fantastik që kisha shumë vite që nuk e shohë palatin e sportit, kaq nga kohë, kaq të emisionut dhe në shtetin të Po nuk shkojnë? Ishte shumë gjana që nuk shkonin, por kemi marrë një numër të konsiderueshëm personalesh që mendoj që na ngarkun dhe nuk na lejon me bashkëlojë. Keni shanse për finale? Besoj që po që shanse kena, qofse shanse të jenë barabarta, mendoj që do kena edhe sukses me herë. Dhe një fitore që një ekip të janë shkojnë në finale. Ja shtu një besën apo ja mohoni të Shiko, ne do luftojmë deri në fund. Sa do dhe gjëja që ndodhi, ne do japim maksimum fush në çdo moment. Duhet kena parasysh që Beslidhja është një ekip shumë i mirë, me numra lojtarësh, i drejtuar shumë mirë, që mendoj që jena paraqit në mënyrën më dinjitoze të mundshme dhe pas parasysh me çfarë po përballen. Besoj do e publikojmë sonte me tretë, duhet jetë të mërkurë nëse të njëjtën, duke qenë se në ushqyr ne ishim në djela me spanën, mund të ketë një ndryshim në përndeshjen e radhës. Në Rafa e muaj sot, do të ketë përndeshjen e radhës? Ishim 3 lojtarë që na munduan sot. Ishim Parker, Wilkins edhe Rafa. Do shohim nëse do jenë të rekuperuar përndeshjen e ardhshme, do jenë të utilizojmë patjetër. Jo e patë që kishim mungesa në opcion. Me aq sa kishim, vjen të dhanë maksimumin e tyre dhe kështu do vazhdojmë edhe ne.